Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mund të përbëhet nga anëtarë të cilët vijnë nga sistemi i drejtësisë. Për anëtarin e KQZ-s, Hysen Osmanaj, propozimi i PS-s për përbërjen e KQZ-s me persona që vijnë nga radhët e drejtësisë është i pavend, pasi gjithmonë humbësit e zgjedhjeve kanë shigjetuar akuza për këtë sistem, thot ai. Gjykata ka qenë tepër kontestuar dhe më përpara, unë them që nga 2001-shi, kur gjykata kushtetuese dha mandate në mandate debutësh, edhe deri tani në fund kolegji zgjedhor u kontestua shumë nga humbësit, gjithmonë janë kontestuar, kështu që unë mendoj që më shumë kanë qenë kontestuar kolegji zgjedhor dhe gjykata kushtetuese se sa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sqaron dhe propozimin e bërë një ditë më parë nga KQZ për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Osmanaj thotë se propozimet e bëra janë të karakterit teknik dhe ndihmon në procesin e administrimit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por kryesisht administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka bërë disa propozime teknike për përmirësimin e kodit zgjedhor, te afatet kohore, te numrimi i votave, te trajnimi i komisionerëve, këto janë fushat kryesore që ne na interesojnë. Edhe te ankimimi i partive politike. Në kohën që Komisioni i Reformës Zgjedhore ka nisur punën, tashmë grupet e interesuara për përmirësimin e kodit elektoral po bëjnë propozimet e tyre.